Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miqtë dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi joni 68. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu me bashkëpunëtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje dashur miq. Ndihem mirënjohëse që kemi mundësinë të bëjmë një episod tjetër me një ftuar të ri. Ne ju falenderojmë gjithmonë për mbështetjen që na jepni dhe ju ftojmë që të vazhdoni të na mbështesni duke parë videot, duke ndjekur dhe duke i shpërndarë ato me miqtë tuaj. Po, është vërtet Enida, jemi mirënjohës për të gjithë ju që na keni ndjekur deri tani. Dhe vazhdoni kështu, jemi kudo në rrjetet tona sociale dhe në kanalin tonë zyrtar YouTube, aty ku publikojmë të gjitha episodet, po gjithashtu dhe në versionin audio na dëgjoni në Spotify dhe Apple Podcast. Kështu që kemi të gjitha kanalet disponueshme, shpresoj që të na ndiqni. Kemi të ftuar shumë interesant, duke përfshirë dhe të ftuarin ton e kësaj radhe. Kështu që pa humbur kohën, Enida, mund të na bësh prezantim, të lutem. Patjetër, i ftuar joni radhës është Fatmir Paja, e ka lindur në Durrës më 28 prill 1969, i rritur në një familje të madhe dhe me kushte të vështira ekonomike, i përfundoi arsimin 8 vjeçar dhe nisi punën që në moshën 15 vjeçare. 2 vite të shërbimit ushtarak në Lushnjë e kalitën edhe më tej duke i mësuar disiplinë dhe forcë karakteri. Pastaj më vonë jeta e çoi në Modena të Italisë, ku më 23 shkurt 1997 u pagëzua, një moment që shënoi edhe fillimin e një udhëtimi të ri shpirtëror për të. Pas marrjes së ndaumentit dhe bekimit patriarkal, Fatmiri u rikthye në Shqipëri dhe që atëherë ka shërbyer në shumë thirrje brenda kishës. Sot ai vjen për të ndarë historinë dhe përvojat që kanë formuar atë. Fatmir, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Falenderojmë ty që pranove këtë ftesë. Jemi shumë mirënjohës, si gjithmonë të kemi një antar të kishës, sidomos nga lagja e Durrësit. Kemi një dashuri shumë të madhe për lagjen e Durrësit. Edhe dua që të fillojmë bashkëbisedimin ton nga preardhja jote, Fatmir. Na fol pak për vendlindjen, si ka qenë të rritesh në qytetin e bukur të Durrësit. Si gjithmonë, fëmijëria është e bukur kudo, domethënë edhe pavarësisht rrethanave në atë kohë, në kohën e komunizmit, në përgjithësi e bukur, pavarësisht vështirësive ekonomike që kishin, i lindur në qytetin e Durrësit, duke shkuar në plazh në kohën e verës, pra kujtimet e fëmijërisë janë gjithmonë bukura. Si thash, pavarësisht vështirësive ekonomike, fëmijëria është gjithmonë një kohë, pjesa më e bukur e jetës që mund të kujtohet. E thënë shumë bukur kjo. Unë kam patur fatin e mirë që kam vizituar qytetin e Durrësit dhe mendoj që jeni shumë e fat, sepse keni gjithë aty, keni kodrat, keni malin, keni detin e bukur. Edhe është një kënaqësi, mos harrojmë edhe faktin që Durrësi është nga qytetet që ka dhe ndërtesën e kishës, edhe ne gjithmonë mezi presim që të shkojmë atje. Mund të na flasësh për një pjesë të fëmijërisë tënde, Fatmir? Ti na ke thënë që duke rritur dhe në varfëri, si ka qenë të rritesh në varfëri? Shiko, duke qenë se, siç e thash më parë, në atë kohë pak a shumë familjet me shumë fëmijë nuk kishin shumë mundësi ekonomike dhe jetesa me një familje të madhe në atë kohë ishte më e vështirë, sepse punonte vetëm babi dhe nëna duhet të kujdesesh për 7 çunat e tjerë. Dhe unë isha aty ke numri 5, domethënë. Kështu që të gjithë fëmijët, domethënë, mamaja i angazhonte që të bënin ai punë, se ndryshe nuk ja dilte dot, kështu që jemi rritur me vështirësi, me rroba që shpesh herë na mungonin për të shkuar në shkollë, apo me libra mangut se s'kishim para për t'i blerë. Dhe këto gjëra, na personalisht domethënë nuk është se më
më bënin mirë, por faktikisht kanë qenë gjëra që më kanë ndrydhur në atë përparimin tim që mund të kisha bërë diçka më mirë. Por këto gjëra, këto mungesa më kanë dhënë, si thosh, eksperiencë për të ecur përpara, pastaj më vonë. Pastaj, në momentin që do doja të filloja shkollën e mesme, ishte e pamundur për të vazhduar shkollën. Në këto vështirësi, atëherë në moshën 14 më mbarova shkollën 8 vjeçare, edhe kisha dëshirë të vazhdoja edhe shkollën më pas, shkollën e mesme, edhe doja të vazhdoja edhe diçka më tepër edhe shkollën e lartë. Kuptoj. Doja që të flisim edhe pak për familjen tënde, si ishte të rritesh në familjen tënde me vëllezërit e motra dhe me prindërit. Siç thash, të gjithë bashkëpunonim dhe bënim diçka, ndihmonim njëri tjetrin, domethënë. Ata që ishin më të mëdhej ndihmonin këta që ishin më të vegjël. Pra nuk ishte e lehtë. Pjesë goxha e vështirë, po siç thash, megjithatë të vështirësitë që kishte një pjesë të bukur gëzimi, sepse ishim shumë, edhe kur fillum që u rritëm pak, dikush bonte ndonjë gallat, dikush një tjetër një diçka tjetër, por kur mblidheshim në tavolinë ishim shumë, dhe kishte një atë bukurinë e vet. Dhe të gjithë ishim më të gëzuar në atë kohë kur mendoj tashti, sesa tani që jemi të shpërndarë dhe nuk pothuajse nuk takohemi. Por ishte kohë e bukur. Pavarësisht, si thash, rrethanave, kur je bashk është gjithmonë më mirë. Është kënaqësi. Gjoni na tregoi ato foto, nuk po prisja mendjen ku je ti, ndoshta janë vëllezërit, po besoj ishe në këmbë nga ana e dhëndrit apo jo? Jo, isha aty i ulur në gjunjë edhe me atë këmishën kështu me si spaleta. Okej. Ke pasur kratë. Isha se jam nga më të vegjël. Edhe po. Në të djathtë. Që kam bërë duart kështu si kryq. Po. Po dyshoja për ato sa ato më lart, mendova se ishte pak më lart. Po a janë vëllezërit e tu, të gjithë? Të gjithë vëllezërit e mi. Edhe dhëndri. Ky është ndarë nga jeta, edhe dhëndri vllai më i madh, ai është vllai më i madh, dhe nusja. Shumë. Dhe pastaj këtu është vllai i dytë në krah të majt të nusës së vllait, pastaj vllai 4, 3, unë i 5. Ky në krah të majt që është ulur në gjunjë është 6 dhe ai i vogël fare, që tani është 50 e sa vjeç, është i 7. Sa bukur kur ke familje kaq të madhe, domethënë ju jeni vetëm çuna, nuk keni motër. Si, domethënë me gruan e dytë që babai është sepse me gruan e parë martuar herët edhe domethënë nuk është se ka jetuar me ne, por nuk e mbajmë mend shumë. Është martuar kur unë kam qenë shumë i vogël. Në rregull, a ka ndonjë gjë tjetër nga familjeria jote që do të ndash me ne, diçka që ndoshta ti e ndan edhe me fëmijët e tu tani më, sepse kohët kanë ndryshuar, nuk janë të njëjta, por ka ndonjë ndoshta mësim që ti i jep fëmijëve të tu tani? Po, një nga gjërat për shembull që bënim atëherë fëmijë ishte sepse ne shumicën e kohës e kalonim jashtë, nuk ishin në shtëpi, pothuajse nëpër fusha futbolli më tepër, ose lojra të ndryshme që i bonin vet. Pra nuk ishte mundësi të bleje gjëra atëherë shumë. Karroca me kuzhineta, gjëra të tilla për shembull, i ndërtonin vet, apo karroca të tjera që i ndërtonin me tapat e atyre bidonave të mëdhenj që kanë qenë, disa kavanoza të mëdhenj. Pra inventonin, bonin vet, pra shpiknin lojra vet për të argëtuar. Edhe ishte gjë e bukur, ishte goxha argëtuese domethënë. Sepse gjithçka e bënim më vet dhe nuk prisnim që të na blenin, sepse s'kishim mundësi të na blenin dhe po don.
shumë rrallë ishen të familje që blenin lodra. Maksimumi mund blejnë në i top në gjë, jo më tepër. Duket si e vështirë kjo periudha, për të paktën ne ose ata që janë më mbrapa nesh, të duken gjëra të paimagjinueshme, po vërtet që kanë sjell edhe shkatësi, keni qenë më të përgatitur për jetën se ata më mbrapa, po edhe kreativitet edhe jeni kënaqur shumë me njëri tjetrin. Kështu edhe varfëria e kohës ka qenë një farë bekimi, mendoj unë, si me kohën tani. Doja të pyesja pak për çështjen e shkollës, se nuk e rritur, nuk e pasur mundësi kur e rritur që të vazhdosh shkollën më tej, po sa e vështirë ishte për ty kur shikoje të tjerë duke shkuar në shkollë, ndërsa ti duhet punoje që 15 vjeç. Në fakt, shumica e fëmijëve shkonin në punë në moshën 15 vjeç. Një pjesë shumë e vogël ishte që mund vazhdonte në shkollim. Nuk ishte shumë pak. Edhe në fakt kur shikoja kisha atë, si tush, në thonjza atë zilin kur shikoja, shokët e mi, edhe megjithatë vështirësitë nuk të jepshin mundësi me vazhdu shkollën, por megjithatë ato ëndrrat e mia mendoja që ndoshta një ditë do kem mundësinë, por si erdhi situata me hapjen e kufive kështu u larguam dhe nuk është se pata mundësi me bënë një shkollë tjetër ose kështu nate, se atëherë bëhe shkollë nate. Dhe nuk pata mundësinë të bëhe në një shkollë. Edhe aftësitë e mia për shembull unë i dija se kush ishin edhe mendoja që të bëhe në një shkollë për shembull si në një avokatur apo aktrim, duke qenë se kam çik atë sensin e humorit që e kemi çik nga familja. Domethënë me shokët shumë përgjithësi kur rrinim bashkë, më thonin na bën një gjë për qesh, po ato gjërat për qesh nuk bëhen kështu, vin spontane, nuk mund t'i bësh kur duan të tjerët, kupton? Pra kisha këto aftësi që mendoj që unë mund të bëja në të ardhmen. Megjithatë, është një gjë që mendoj Zoti ka punuar në mënyrë tjetër, ka pas mendim tjetër, se si mund të më formonte për të përgatitur për besimin. Shumë gjëra për shembull në moshë shumë të herët, pra në mosha 15 e lartë, që filloja të gjykoja pak, mendoja që njeriu që jeta është një lloj mënyre pa kuptim, pa një perëndim, ose fillova që të kisha pyetje me veten që pse domethënë njerëzit ka pabarazi, pse ka disa janë të varfër, disa janë të pasur, disa janë të liq, disa janë të mirë dhe prapë kur vdesin është një lloj, pra sepse atëherë nuk lejoj besimin. Dhe bëja pyetje vetes si ka mundësi që vdesin njerëzit dhe janë njësoj dhe duke jetuar ka shumë pabarazi dhe kjo nuk më pëlqente. Shpesh herë shikoja lart nga qielli dhe mendoja për pafundësinë, si ka mundësi që nuk ka një fund mbas qiellit. Pra ishin disa pyetje që mendoj që Perëndia filloi që në atë kohë të më mësonte ose të më orientonte drejt një dite që mendoj unë tash në këtë kohë që ka punuar me mua që në atë moshë. Edhe ajo është. Po, vazhdo, më fal, jo, mendoj padyshim që kështu ka qenë, se që në atë moshë lindin këto pyetje, besoj se Zoti ka përgatitur pastaj që të njihesh me kishën, me besimin, nëse mund të vazhdosh mendimin që kishe, po do doja të na tregoje pak dhe për eksperiencën si u njohe me kishën dhe pastaj vendose që të pagzoheshe. Në fakt atëherë jetoja në Reggio Emilia, pasi kam jetuar në qytete ndryshme, kam jetuar në fillim në Itali në Brescia, pastaj shkova në Reggio Emilia që është afër Modenës. Pra është krahina e Emilia Romagnës, ku si qendër kam Bologna, është Modena dhe pastaj Reggio Emilia. Aty u bashkuam bashkë me 3 vëllezërit e tjerë dhe morëm një shtëpi me qira aty në qytetin e Reggio Emilias dhe fillova punë aty. Në momentin sa morëm atë shtëpinë me qira, ishte afër qendrës, aty pak ditë më vonë morëm shtëpinë me qira dhe misionarët. Mu në katin tonë dhe përballë shtëpisë time, domethënë. Edhe kisha derën
vetëm 1 metër larg, sepse korridori ishte i ngushtë derë me derë. Dhe ata ishin aty për shumë kohë. Shpeshherë kur takoheshin, dilim nga dera, përshëndesnim, çfarë kishe jeni, flisnim vetë, por kaq, domethënë. Kaluan 2 vite, domethënë, që nga 95-a që ne morëm shtëpinë aty, bashkë edhe misionarët me atë kohë morën shtëpi. Kaluan gati 2 vjet që ato ishin aty. Dhe qëlloi një ditë që ata kishin harruar Chelsea dhe erdhën 2 misionarë po prisnin ke dera. Edhe unë isha në shtëpi atë ditë, edhe i ftova që të futen në shtëpinë time. Ato thanë jo se do na vinë kolegët, edhe kështu që nuk po futemi, nuk po vim. Megjithatë, unë qëndrova pak për t'i bërë pak shoqërim dhe bisedë, duke biseduar me ata. Edhe i thash se çfarë besimi jeni, se çfarë besoni, çfarë kishe jeni. Dhe edhe kam thënë dhe herë tjetër këtë që ato bën një gabim shumë të madh duke thënë që ne jemi mormon. Edhe në momentin që ata thanë që jemi mormon, më zbeu pak, sepse ajo mendja ime për të qenë i krishterë kishte kohë që kishte hyrë në zemrën time. Edhe thash mormon, thash, po çfarë është kjo fe mormon? Edhe ne me Krishtin jemi, tha, po domethënë filloi duke treguar diçka kështu. Edhe bëra një pyetje tjetër se si është e mundur që të krishterët atëherë bëjnë një luftë shumë me përgjakshme me Irlandën dhe me Anglinë për katolikët kundër protestantëve dhe janë budalletha ata që bëjnë luftë. Pra nuk kishte një prezantim dhe aq mirë me ato ëndrat. Dhe më vonë pastaj ata u larguan pas 2 javësh dhe erdhën 2 ëndra të tjerë si gjithmonë që ndodh. Dhe atë natë ishte pas ditë mbrëmje dhe thash po dalim në xhiro, siç dalim në për qytetet tona, në Durrës apo në Tiranë në mbrëmje. Edhe i thash nga vëllezërit vetëm që mund të dilin një xhiro jashtë, ai tha jo, po portoj dala vetëm. Dhe i ka takuar në bulevard. Edhe ata po më thanë, ne pyetën, në fillim më pyetën se a beson në Zot, a ka Perëndi, domethënë se çfarë u beson ti. Në fakt i thash që pse ka shumë kisha, tha pse ka shumë besime dhe pyetja ime është përderisa ka besime dhe ekzistojnë, besoj se kanë diçka të vërtetë. Dhe njëri nga ata nxori librin e Mormonit dhe dëshmoi, tha, ne duam të japim këtë libër, tha. Dhe duam të dëshmoj për këtë libër që është i vërtet, dëshmuan të dy dhe ma dhanë librin se nëse doja ta lexoj. E thash po, do ta lexoj. Dhe në atë moment ne s'ishim njohur akoma se ato sapo kishin ardhur. Dhe më thanë se ku e kisha shtëpinë. Dhe unë i thash adresën, ata thanë po kjo është adresa jonë. Edhe unë i thash mos jeni ju ata misionarët që jeni filan shtëpi, po, atëherë unë thash e kam shtëpinë përballë. Dhe ata u gëzuan. Dhe një kohë që të lexoja pak që të kollajshme sa ato hapnin derën dhe bënin 2 hapa dhe binin derës time edhe hynin në shtëpi dhe ne vazhdonim ato mësimet tona. Për 6 ditë rresht, fryma e shenjtë ishte kaq e madhe sa nuk mund ta arrit ta kuptoj sot dhe ta kem atë prezencë frymës së shenjtë gjatë asaj kohe që po merrem mësime. Edhe pranova të gjitha gjërat pa hezitim, të gjitha gjërat që u thanë mësimet ishin shumë të frymëzuara. Dhe u pakzova të dielën që erdhi. Pra, mbarova 6 mësime, të dielën ishte gatshëm për të pakzuar. Dhe u pakzova direkt në Modena të Italisë. Atje ka një kishë të ndërtuar siç kemi këtu në Durrës. Edhe eksperienca ishte shumë e bukur, shumë e paharrueshme. Shpirti shumë. Thosha që të ka çuar Zoti me të vërtetë ata se shumë e pabesueshme që keni qenë fqinj, kaq afër, kështu të ka përgatitur me gjithme Zoti, ka përgatitur me vërtetë.
vërtet për të marrë ungjillin e tij. Po, dhe gjatë rrugës para se të pagzohesh, domethënë kanë qenë këto dëshira ime për të qenë krishter. Italianët sa herë që më pyesin çfarë besimi i thosha i krishter, edhe pa qenë i pagzuar. Kisha këtë ndjenjën e të qenit krishter, se kam pas disa eksperienca në fillim kur emigrantët erdhën në Itali, atëherë nëpër kampe, punoja si përkthyes në italisht për popullin, për njerëzit, për t'i dhënë atyre policisë, domethënë, në momentin që ulishin aty dhe duhet merreshin dokumentacione, të përgatishin me dokumenta. Duke qenë se dija italisht atëherë kam punuar si përkthyes për gati 6 muaj aty. Dhe aty kishte edhe njerëz që erdhën të besimeve të ndryshme që na kontaktuan ne që dinim gjuhën dhe për t'i predikuar njerëzve. Pra, vëllezërve, motrat tonë shqiptar mund të ishin metodist, besoj, protestant metodist, dhe ai më përdori mua për të bërë lutje për një grup shumë të madh shqiptarësh, një nga një, dhe t'i luteshin Zotit në emër të Krishtit. Edhe ka qenë eksperiencë goxha e bukur. Madje shkuam edhe një herë atje tek kjo godinë që ata kishin. Por ajo që ishte më e bukur, eksperienca e parë, le të themi shpirtërore në kontakt me Krishtin, ka qenë kur ato më dhanë një pamflet me historinë e Krishtit. Nuk i kisha lexuar ndonjëherë historinë e Krishtit. Kisha dëgjuar por shumë pak. Dhe lexova atë historinë e kryqëzimit, pra jetën e Krishtit derisa u kryqëzua, psi u kryqëzua. Dhe atëherë kam qenë në lotët e mia të para duke shkitur nga ajo dhimbja dhe nga dashuria që pata për Krishtin. Ajo ka qenë historia ime edhe pikërisht për dashurinë që pata për Jezu Krishtin. Ka qenë dhe një histori tjetër që kam derdhur lot gjithashtu, duke parë filmin e Krishtit, duke u kryqëzuar, ai duke shërbyer dhe në fund fare që u kryqëzua. Po që ka qenë këto dy raste që janë prekur jashtë masës. Po ky ka qenë rasti i parë kur kam lexuar historinë e Jezu Krishtit. Dhe pastaj Zoti më kishte përgatitur për qenë antar. Okej, Fatmir, unë doja që të pyesja tani në lidhje me eksperiencën që ti pate në njësinë, në lagjen që ti u njohe me Kishën, sepse historia jote është tepër e veçantë, sepse ti ke fillimet e besimit në Itali, dhe nuk e di si ka qenë për ty si një antar i ri aty me antarët. A mund të na flasësh pak për eksperiencën si një antar i ri në njësinë në Itali? Patjetër. Në shkënaqësi. Në fakt, duke jetuar në Itali, ajo ideja e të qenit shqiptar ishte goxha e vështirë, sepse racizmi kundër nesh shqiptarëve ishte shumë i theksuar. Dhe këtë gjë, unë tani në momentin që do pagzohesha e kisha pak si siklet, se si do më prisnin njerëzit. Por në thënë të vërtetën, kur kam shkuar në Kishë, kam parë njerëz shumë të dashur. Njerëz që më kanë pritur me krah hapur, edhe ajo gjë më dha shumë paqe, shumë gëzim. Edhe në momentin që kam qenë për herë në parë në Kishë, ato ndjenjat më të forta që kanë qenë kur këndoheshin himnet, si thosh ajo paqja e parë me Kishën. Dhe marrëdhënia me antarët ka qenë jashtë e mirë. Kam pasur marrëdhënie shumë të mirë, sepse edhe isha gjithmonë prezent. Udhtoja me makinë nga Reggio Emilia në Modena, për një orë, ishte gati një orë rrugë, ishte 100 km larg, apo thuajse afërsisht, dhe udhtoja çdo ditë dhe isha prezent gjithë kohës. Dhe kisha një dëshmi që gjithmonë e ndaja me antarët dhe ishin shumë të kënaqur për këtë. Dhe në fakt ato historit, ato preket e para të frymës shenjtë ka qenë pikërisht tek ajo ndërtesë në Modena, kur fryma e shenjtë ka qenë me shumë bollok në shpirtin tim. Dhe ka qenë një rast për shembull që e kam ndjer aq fort sa fillova të qaj për shkak të
të dritë të asaj butësisë, të asaj përkthele që erdhi nëpërmjet frymës së shenjtë në zemrën time. Mund ta krahasoj, ishte si një flad, si një flad i lehtë kur përkthel një liqen të qetë kështu, me përkthele dhe me një lloj fryrje, me një lloj fladi, një frym shumë delikate, dhe që ai gëzim më dha këtë ndjesinë e paqes qiellore, e dashurisë Perëndis, edhe që megjithmonë të kuptova që Perëndia më donte kaq shumë sa ai më kishte dhënë pikërisht praninë e tij, shpirti i tij ishte gjithmonë me mua. Ato eksperiencët e mia të para janë të pafundme, nëse unë do të flas, themi për 2 vitet e para të jetës time si antar kishe, kanë qenë kaq të ngarkuara, kaq të karikuara, të mbushur me frymën e shenjtë, sa çdo njeri që takoja, unë i flisja dhe nuk kisha zor apo turp, i flisja për Ungjillin, dhe që isha antar i kishës, nuk kisha problem. Dhe madje dhe temi me njerëzit që s'ishin fare antar, i kritikoja pse ato shanin Zotin, sepse ati kanë një kulturë kështu që shanin Zotin për çdo gjë. Dhe i thoya, po pse shan Zotin, çfarë të ka bërë Zoti, shpesh herë. Dhe në fakt nuk është normale, po megjithatë kjo ndjenjë, kjo fuqi që kisha, kjo ndjenjë paqësore që Zoti më dha dhe më bëri të njohur që ai ishte, madje më gëzova shumë që ai më bëri që të kuptoja praninë e tij, që ai ekzistonte, sa unë isha i gatshëm të bëj gjithçka për atë. Edhe sot jam i gatshëm, po ajo paqja që më solli atëherë ishte që unë doja të bëj diçka që t'ia ktheja mbrapsht. Pra ndiheja në borxh për paqen që më kishte dhënë. Edhe në fakt lutesha shpesh, edhe gjë e parë që kam kërkuar, mund duket e çik kështu si e veçantë, por gjë e parë që kam pyetur misionarët kur unë u ktheva në besim, ishte që a ishte kisha në Shqipëri. Se ajo ishte dëshira e parë, do doja që kisha të ishte edhe në Shqipëri. Atë paqe që unë kisha doja që ta ndjenin edhe bashkëdhetarët e mi këtu në Shqipëri. Dhe kjo ishte pyetja e parë. Edhe më pas unë kërkova Zotit se çfarë mund të bëja, se çfarë mund të shërbeja më shumë, se çfarë mund të bëja për paqen që ai më kishte sjell. Edhe një nga lutjet më të fuqishme që unë kam bërë kanë qenë se kudo ti që unë të shërbej, madje edhe në një vend më të vështirë, kudo që të shkoj unë do të shërbej. Pra isha i gatshëm për gjithçka. Dhe në fakt mendoj që edhe pse janë në Shqipëri, është pikërisht nga ajo lutje që bëra atëherë, i kërkova Perëndis me fuqi, dhe edhe ai më çoi në xhepin e një xhakete që kisha, dhe shkova dhe mora një 5.000 lekë të vjetër, dhe pa një lloj, pa dini kot, kështu shkova vetë, domethënë thjesht, sepse më çoi shpirti. E mora dhe e lexova, kishte një të shkruar aty fjalët e Naimit të Qiriut, që thot unë zjarrit nuk i druhem, dhe kur nuk dua që të shuhem, por dhe të digjem me dëshirë që të mund t'ju ndriçoj më mirë. Ka qenë e shkruar tek 5.000 lekë i vjetër dikur. Kisha një 5.000 lekë shqiptar, nuk e di si e kisha në xhep atë në Itali. Dhe kjo gjë më bëri të kuptoj që tash e kuptoj më mirë akoma, kur vitet kanë kaluar dhe eksperiencat dhe vështirësi kanë kaluar shumë, e kuptoj që ky ka qenë vullneti i Zotit për t'i treguar njerëzve që edhe në vështirësi, duke mbajtur besimin, të tjerët mund të shikojnë një dritë dhe mund të besojnë dhe mund të kenë kurajë për të vazhduar me besimin e tyre. Ndoshta mund duket e çik madhështore kjo gjë, por faktikisht kjo është e vërtetë.
Duket sikur ke pasur eksperienca shumë shpirtërore, besoj se po të pyesim dhe të jepnin kohë më shumë do vazhdoj pafund, po shumë e veçantë gjithë eksperienca që ti ke pasur, edhe mendoj dhe unë që Zoti ka dashur që të përgatisë që të vish në Shqipëri, që të mund ndihmosh me ndarjen e Ungjillit për të pasur Durrësi, Shqipëria një mbajtës për ftorie më shumë, sepse normalisht që kemi nevojë. Dohet na flisje pak edhe për shërbimin ushtarak, se na ke treguar që ke shërbyer 2 vjet në Lushnjë. A ka qenë e vështirë emocionalisht, si të ka ndryshuar shërbimi ushtarak edhe gjithë kjo periudhë? Ndoshta ke mësuar për durim, sakrificë. Patjetër. Në fakt, shërbimi ushtarak pavarësisht se është i vështirë, por unë mendoj që është i domosdoshëm për një burr, ndoshta edhe për një grua, por forcon shumë karakterin. Nga ajo që kam mësuar, forcon durimin patjetër, sepse fillon të kesh vështirësi të cilat nuk i ke pasur më përpara. Pra nuk ke njeri që të kujdeset. Të gjitha gjërat do t'i bësh vetë, do çohesh në mëngjes, do kishe një rregull të caktuar për të ushqyer, për të stërvitur, për të rregulluar krevatin, për të pastruar veten, për të pastruar rrobat. Pra gjithçka kishte një kohë dhe ti nuk kishe kohë bosh. Ishte e programuar gjithë koha. Dhe ai proces, domethënë ato rregulla forcojnë shumë goxha karakterin. Në fillim u duk shumë e rëndë, ato ditët e para, ato 2-3 muajt e para, më duk shumë e rëndë. Dhe në fakt ashtu është sepse edhe shumë djem domethënë arrinin deri në atë pikë sa dhe vrisnin veten për shkak se nuk përballonin dot stresin dhe vështirësitë që kishte momenti i parë. Dhe kishte raste që vrisnin veten me armën e shërbimit. Po, megjithatë, ajo, siç thash, është e nevojshme që të kryesh një shërbim ushtarak. Edhe pavarësisht se po të ishte misioni dhe kisha bërë një mision dhe kam peng që se kam bërë dot për shkak të moshës, që u pagëzova 27 vjeç, po që edhe ky ishte një formë misioni që më ka formuar goxha me durim dhe më ka formuar goxha karakterin. Duke qenë se edhe vetë jam tip goxha me karakter të fortë edhe përpara, po. Ushtria ka qenë akoma më shumë një mundësi për të qenë, le të themi, më i sigurt në jetën, për të vazhduar me jetën për të pasur një kurajo akoma më shumë, për të qenë më i vendosur në gjërat që doja, pra jetën. Edhe kështu ka qenë. Nëse unë do të filloj të tregoj historinë se si kam shkuar në emigrim, do duhet një kohë tjetër, po që udhëtimi im ka qenë për shembull, kam ikur në këmbë nga Shqipëria në Greqi dhe pastaj nga Greqia kam shkuar në mënyrë klandestine me maune në tragjet dhe nga trageti kam shkuar në Itali. Nuk kam shkuar me kollaj siç u hap atëherë portin Durrës që ikën me anije. Po udhëtimi im ka qenë nga Shqipëria në Greqi dhe nga Greqia në Itali. Domethënë një aventurë në vete, domethënë si një 007 i asaj kohe. Shumë, nuk e di, besoj ti dëgjoj njëri tani gjithë të histori janë duke shumë pabesueshme, duke si koshën të larta, por mendoj që ti me gjithë historitë e jetës ke nevojë të shkruash një libër me gjithë historitë që ke. nuk na del koha që ti themi gjitha. Doja të kalonim pak tani te ana shpirtërore, momenti kur ke marrë bekimin tënd patriarkal, na trego pak si ishte. Besoj ke marrë jashtë, duhet të kesh vite që e ke marrë, po është shumë bekim, se dhe tani në Shqipëri më në fund po zhvillohet shumë procesi i marrjes së bekimit patriarkal, po ti e ke marrë kohë përpara. Na trego pak si të ka ndihmuar, a ka pasur ndonjë fjali nga bekimi patriarkal që të ka shoqëruar gjithë jetën dhe të ka ndihmuar? Po, patjetër.
Bekim patriarkal e mora pak përpara se të vendosje të vjen në Shqipëri, domethënë, masi kisha bërë lutje, ishta lutur goxha fort. Në fillim shkova në Zvicër, mora endowmentin dhe pastaj kur erdha, bëra një takim me presidentin dhe ai pastaj foli me patriarkun dhe kështu la një takim që të shkoja nga Reggio Emilia në Brescia, është gati 2 orë sa me tren, është goxha lart nga Milano, dhe para se të shkoja të merr bekim patriarkal, patriarku më mori në telefon që duhet të visha një ditë, duhet të shkoja atje një ditë diele tek kisha atje në Brescia dhe atje do më jepte bekimin. Dhe ashtu bëra. Por ajo që do të theksoj më parë është sepse ka qenë një eksperiencë e veçantë. Para se të merr bekimin patriarkal, unë agjërova për këtë, që ta merra bekimin dhe të isha i frymëzuar dhe të kuptoja gjërat që do më thoshte patriarku. Dhe momentin që patriarku më merr në telefon pasi kisha agjëruar, atëherë telefonat ishin me kablo, kështu, telefona shtëpie. Edhe kujtoj zërin e patriarkut, momentin që tha, je vllai Fatmir Paja, po i thash, edhe më la takimin për të qenë atje. Në veshin tim ishte një lloj sikur dëgjova zërin e Atit qiellor. Me atë thellësi dhe atë zër kumbues që të drithëron, që e ndjen komplet brenda shpirtit. Edhe kjo ishte eksperiencë shumë e veçantë për mua, zëri i tij. Dhe pastaj kur shkova atje, e takova dhe fola, zëri ishte më normal se sa në telefon kur e dëgjova, por ishte një eksperiencë shumë e bukur. Bëra atë, më bëm intervistën dhe pastaj filloi të më shpjegonte pak a shumë edhe ai jetën e tij. Edhe i tregova eksperiencën time, i tregova që kisha shkuar në tempull, edhe që kisha një thirrje si presidenti i shkollës dielës në atë kohë, në Itali. Dhe ajo që më pëlqeu më tepër nga bekimi patriarkal, gjërat që ai ka thënë, është se ai ka theksuar aty që je nga fisi e Efraimit, gjëja e parë që më pëlqeu. Dhe e dyta ishte që ti tha do të jesh një shembull i besimit për fëmijët e tu dhe ata do të bëhen antar të mirë të kishës së Zotit. Deri tani kam vetëm njërin që është bërë antar i mirë i kishës së Zotit, shpresoj me 2 tjerë. Jeta, kështu që kjo gjë më frymëzon dhe një çiksim. Dhe pastaj bekimet e tjera që dihen janë, nëse do t'i mbash urdhërimet deri në fund dhe do durosh deri në fund, do të bësh mbret dhe prift në mbretërinë celestiale të Atit qiellor. Bekimi patriarkal është vërtet shumë i mrekullueshëm. Faleminderit që e ndave. Është personal, po faleminderit që ti ndave një pjesë të tij. Premtime shumë të mrekullueshme na jep Ati qiellor në bekimin patriarkal, po doja të na tregosh pak edhe për eksperiencën, si ka qenë kur ke shkuar për herë të parë në tempull ose momenti kur ke marrë endowmentin, si ka qenë për ty? Tu është një foto je në tempull? Në fakt kam qenë me një grup nga lart. Këtu është ajo foto që kam qenë për herë të parë, kanë qenë në tempullin e Zvicrës, që kam dalë atje edhe me një grup. Kjo është në tempull kur kam bërë vulosjen me ish bashortën dhe Ronin. Ka qenë Roni i vogël, 2 vjeç. Këtu është në Gjermani, isha kthyer. Kurse ajo foto tjetër, që është në tempullin e Zvicrës, ajo ka qenë eksperienca e parë që kam marrë endowmentin. Kjo foto këtu është një foto tjetër me një grup shenjtorësh aty në një lokal, në atë grupin e Degës. Tu ka qenë për herë të parë, domethënë. Dhe ishte e veçantë, ishte shumë e veçantë eksperienca. Në atë moment, sepse shkuam me makina nga Italia, shkuam në Zvicër me makina. Edhe momentin kur u ngjitën
këtu ishte se vin nga poshtë dhe këtu është pak vend i lartë. Edhe tempulli u shfaq më njëherë para nesh kështu dhe ishte një eksperiencë shumë e veçantë, shumë madhështore. Dhe atëherë ishte për herë të parë që unë pastaj kam bërë punën për të vdekurit, për gjyshit e mi, kisha një hall, një xhaxhat të vdekur gjithashtu. Edhe ka qenë frymashën ka qenë goxha e madhe. Ka qenë eksperiencë shumë e veçantë. Edhe nga ai moment pastaj aty dikush na tregoi një histori se sa i rëndësishëm ishte ndaumenti, edhe rrobat dhe veshjet, pse duheshin mbajtur gjithkohës veshur, që përveç bekimeve që kanë fizike për mbrojtjen e trupit, por ajo që është më e rëndësishme është që ata na mbrojnë edhe na japin edhe mbrojtje shpirtërore. Edhe ka qenë shumë eksperiencë e madhe. Dhe ato gjëra, ato fjalë që kam marrë në fillim, më kanë shoqëruar gjithkohës. I kam mbajtur si thesare dhe si në vazhdimsi si antar kishe. Unë doja të pyesja Fatmir, sepse në fund të viteve 90, ti vendose që të ktheshe në Shqipëri, dhe duke u kthyer në Shqipëri me një besim të ri, që ndoshta jo shumë veta e kuptonin, në atë kohë ishte edhe rënja e komunizmit, Shqipëria po ri më këmbej, po shërohej nga të gjitha trazirat, luftrat civile. Si ishte për ty të kthesh në Shqipëri duke pasur një besimin që të ka lindur në Itali? Si ishte të kthesh atje? Nuk ka qenë lehtë, në fakt, sepse në vitin kam qenë vertën vitit 99 që jam kthyer në Shqipëri, pasi u martova, domethënë këtu me ish bashorten në Durrës. Nuk ishte lehtë, pasi shumë njerëz më gjykuan pse le Italinë, njerëzit po ikin akoma, domethënë nga Shqipëria dhe ti po kthesh. Megjithatë, kjo ndjenja fort për të dhënë për Shqipërinë, për të dhënë kontributin tim, ishte kaq e forca, të gjitha këto gjëra nuk më bënin përshtypje, por nuk doja t'i dëgjoja. Ndoshta me vite më vonë, masi kalova disa vështirësi, edhe vetë arrita të thosha ndoshta kam bërë gabim me veten time, sepse sado që kemi një dëshmi të fortë, sado që jemi të lidhur me Perëndin, prap njeriu është aq i dobët sa fillon dhe dyshon. Madje le të themi edhe Gjoni që pagzoi vetë Krishtin, edhe ai e vuri në dyshim veten se ai ishte Krishti apo jo, dhe e çoi një nga dy shepujt e vet dhe i tha, pyetni, tha, është ai, tha, apo duhet presim ndonjë tjetër, pasi Gjoni do ekzekutohej nga mbreti atëherë. Edhe i tha, fjalët e Krishtit ishin të çalët po ecin, të vebrit po shikojnë, ungjilli po predikohet. Kështu që e mori përgjigjen e dur. Kështu që edhe për mua nuk ka qenë lehtë për ta kuptuar se kam bërë mirë apo s'kam bërë. Vjen një moment dyshimi, pavarësisht dëshmisë fort fuqishme që unë kisha marrë. Por në kaluar kjo periudhë, e kuptoj që ka qenë mirë, dhe është mirë që unë kam ardhur në Shqipëri, kam dhënë kontributin tim, pasi një ditë Zoti do të na pyesi, të linda në Shqipëri dhe çfarë bëri për kombin tënd. Kemi një mision aq të rëndësishëm sa lindasit e këtij vendi që kanë mbajtur këtë shpallur republikë, që e kanë mbrojtur, madje misioni jonë është më i lartë se sa edhe i dëshmorëve që kanë luftuar për këtë vend. Sepse ne jemi këtu për t'i dhënë shpëtimin njerëzve, për t'i kthyer tek Perëndia. Dhe ky vend është ruajtur nga këta njerëz, nga rilindësit tanë, nga njerëzit që kanë luftuar për këtë vend, pikërisht për t'i dhënë mundësinë Shqipërisë dhe shqiptarëve që të kenë dhe ata ungjillin dhe të kenë ata mundësinë për të shpëtuar. Mendoj se të gjithë pjesa tjetër që kanë përgatitur vendin ton për të pasur këtë bekim sot që kemi ne kishën në Shqipëri. Po, është shumë e vërtet. Unë në fakt doja të pyesja për këtë sepse as unë, po as edhe Nida në këtë rast nuk kemi qenë në atë kohë në fillimet e para të kishës në Shqipëri, nuk më besohet se si ka qenë, si thua,
të jetosh ungjillin në atë kohë trazirash dhe vështirësisë të ndryshme. Ti ke parë, domethënë, të gjitha ndryshimet, cilat ndryshime do të cilësosh si më të mëdhaja, domethënë bekimet që ti shef tani për rritjen e kishës në Shqipëri që nga ajo kohë deri tani? Në fakt është e vërtet kjo, sepse kur kam ardhur në Shqipëri atëherë ka qenë vetëm Bibla si libër, akoma s'kishte hyrë libri i Mormonit dhe Doktrina e Beslidhjes. Dhe vazhdonin vetëm me Biblën. Dhe kam parë të rriten antarët duke u bekuar me besimin e tyre, duke paguar të dhjetën, duke qenë këmbgulës, duke ardhur çdo të diel, duke kryer misione, dhe djemë të ri kanë shkuar shumë në misione dhe kanë bërë misione nga lagja jonë, nga dega jonë, përpara të mbështaj lagje. Kam parë fëmijët që u lindën dhe u rritën dhe shërbyen nëpër misione, pra kanë kontribuar për kishën, dhe kam parë që një ditë me shumë dashuri, si dhe themi, me shumë dashuri nga Perëndia, arriti që të formoj dhe kunji i parë në Shqipëri, edhe që Përftria lart pastaj erdhi dhe edhe në Shqipëri. Kështu që mendoj që, le të themi, ky është një nga bekimet më të mëdha që Zoti ka dhënë tash për tani. Pasi aty ku janë kunjet e Perëndisë, aty është dhe Sioni i Perëndisë, është thotë shkrimi. Kudo ku ka kunje aty është ndërtuar Sioni i Perëndisë. Dhe kjo është goxha sukses për ne. Po, është e vërtet, unë në fakt jam befasuar për sakrificën që ju keni bërë, që nga fillimet e kishës në Shqipëri deri tani më, për thirrjet e shumta, për kohën që ju keni shpenzuar, që të rrisni, si thua, jo vetëm kishën në sasi, por vërtet ta forconi atë me besimin e tyre. Në lidhje me ndoshta thirrjet, shërbimet që ti ke patur, çfarë mund të na thuash, si ka qenë që të shërbesh në kishë për ty? Ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë kur kam shërbyer. Në çdo thyrje më ka pëlqyer, edhe ajo gjë që unë kam bërë të veçantë, ndoshta nuk e di, mund ta ketë bërë edhe dikush tjetër. Po para çdo thirrje, unë gjithmonë kam agjëruar dhe jam lutur Perëndisë që ta përmbush sa më mirë. Edhe kam pasur thirrje të ndryshme, siç thash, kam qenë presidenti i shkollës së dielës për shumë vite, si në Itali dhe pastaj edhe në Shqipëri. Kam qenë presidenti i Korunit të Pleqjve, kam qenë këshilltar i disa peshkopëve dhe presidentëve. Në të njëjtën kohë kam mbajtur edhe presidencinë e shkollës së dielës, se s'kishte një tjetër ta bënte. Kam pas paralel dy thirrje për shumë vite, për mbi 10 vjet. Dhe le të them që më e veçanta për mua ka qenë momenti kur kjo periudhë e presidencisë shkollës dielës, eksperiencat më shpirtërore që unë kam pasur më shumë se sa në përthirrje tjera. Edhe kam fituar shumë njohuri dhe kam fituar shumë shpirtin e Perëndisë aty. Jam gëzuar për shkak sepse e kam ndjerë këtë gëzim, sepse i kam dhënë dhe mundësi që të gëzohen dhe tjerët, duke dhe mësim. Edhe le të themi që e kam edhe një si formë talenti timin këtë gjë, për dhe mësim, dhe e kam fituar me kohën, por ndoshta besoj se e kam pas lindur ndoshta këtë gjë. Kam dhe aftësinë që të arrit të bëj dhe biseda të mira, duke qenë se jam njëri që kam studiuar gjithkohë shkrimet e shenjta, i njoh shumë mirë. Edhe vetvetiu ato vijnë nga fryma e shenjtë dhe dalin në momentin e dur, në kohën e dur, për të ndihmuar motrat e vëllezërit në një kohë të caktuar. Gjithë të vitet që kanë kaluar, ke pasur shumë thirrje, pam dhe një foto që na tregoi Xhoni, ishte presidenca aktuale e kunjit, presidenti i misionit, besoj se ishit këshilltarët e lartë të kunjit, dhe shumë gëzim. Shumë e gëzueshme kur. Akoma jam këshilltar i lartë në kunj. Okej. Më bëhet shumë qefi që ka rritja jote është e vazhdueshme nga ana shpirtërore, edhe je rritur edhe nga ana e thirrjeve.
Doja të dija, a ke pasur ndonjë ti na tregove disa histori, po doja që ndoshta na tregoje një histori që e konsideron si dëshminë tënde më të madhe, në një moment ku gjithçka u bë qartë lidhje me ungjillin që duhet bëje këtë gjë, apo kjo ishte e vërteta? E thashë në fillim, unë mendoj se kthimi im ka qenë imediat, ka qenë i menjëhershëm, i fuqishëm. Dhe mendoj që fuqia më e madhe e kthimit tim besim ka qenë fillimi. Momentin që mora frymën e shenjtë, domethënë gjithçka ndryshoi në jetën time dhe brëndësia ime ishte vetëm mirënjohje. Vetëm mirënjohje ndaj Perëndis. Thash për 2 vite rresht kam qenë aq shumë i ngarkuar, i frymëzuar me shpirtin sa sot e ndërroj ta kem atë lloj fuqie. Jo se nuk e kam, domethënë, në atë lloj, po jo në atë lloj niveli siç isha atëherë, sepse mendoj që kjo gjë ndodh kur pasi pagzohesh dhe lën jetën, atë jetën e mëparshme dhe pastrohesh, atë duke qenë shumë i pastër, je dhe shumë i frymëzuar. Je dhe shumë i frymëzuar për të ishte javë që mos ndaja, mos shkoj me misionare të bëja për shembull punë misionare, të shkoj edhe të dëshmoja me kërkues të ndryshëm. Gjithkohës e kam bërë këtë gjatë gjithë jetës time. Dhe e bëja këtë me një gëzim të veçantë dhe me një dëshirë shumë të madhe. Dhe mendoj pjesa më e bukur, dhe themi ka qenë 2 vitet e para të mia në Itali, që nuk doja t'ja dija fare se çfarë thonin dhe si paragjykonin njerëzit, çfarë mund të thonin kundër meja apo kundër besimit. Unë thoja kjo është kisha e Zotit, sepse e kam ndjer këtë fryma e shenjtë më tregoi dhe unë e di që të gjitha këto gjëra që kam mësuar janë të vërteta, sepse Zoti mi ka thënë dhe jo njerëzit, sepse shumë njerëz më thonin që të gënjyen disa djem të ri dhe t'ju bërë antar kishe. Por unë i thoj nuk është fare ajo pjesë, ata thjesht më prezantuan ungjillin dhe pjesën tjetër e ka bërë Perëndia. Fryma e shenjtë ishte shoqëruesi im për shumë kohë dhe shumë për 24 orë. Ka qenë shumë e fuqishme. Edhe gjithashtu vazhdon të jetë akoma fryma. Kjo ka qenë themeli dhe themi i fillimit tim dhe i kthimit tim në besim. Ka qenë një kthim i menjëhershëm, i fuqishëm dhe kjo ishte vetëm për shkak të besimit, por ajo që pastaj ka vazhduar me vite ka qenë studimi shumë i rregullt, edhe me dëshirë i shkrimeve të shenjta. Shkrimet e shenjta për mua kanë qenë dashuria më e madhe. Le të themi nga pjesët e ungjillit. Pasi më jepshin gjithmonë gëzim dhe isha aty momentet vështira kur kisha, momentet e mia më të vështira që kam pasur, ka qenë që unë merja, hapja shkrimet, lexoja profetët, mund të lexoja 3-4 orë në ditë, pa pushim. Edhe gjithçka që ishte negative brenda me zhdukej. Dhe shpirti i Perëndis kthehej. Dhe forca më e madhe e imja mendoj se ka qenë studimi i shkrimeve të shenjta dhe lutjet pafund, dhe lutjet sinqerta. Gjithë janë komponentë shumë të fortë besimit, sigurisht shkrimet, lutja, po besoj se e ke sjell përveç frymëzimit që ne kemi kur pagzohemi, besoj se të jetuarit e ungjillit që ti e ke jetuar duke ndihmuar misionarët siç ti e ka bërë që ta ndjesh shumë shpirtin. Kështu kjo është një mësim për gjithë ne anëtarët se si duhet ta jetojmë ungjillin. Jo vetëm të besojmë, po të jetë edhe i jetuar, është parimi i besimit duhet jetuar, jo vetëm thua që unë besoja por lexoj shkrimet e shenjta, po duke i bërë këto gjëra, duke i shërbyer të tjerëve dhe duke ndihmuar misionarët që të ndajnë ungjillin dhe të bëjnë gjithë këto gjëra që të përhapet ungjilli. Me që është fjalat e shërbimi, do doja dija se çfarë ke mësuar ti për Jezu Krishtin duke u shërbyer të tjerëve. Në fakt kjo është pyetje shumë e bukur dhe në fakt ky është ungjilli. Pavarësisht Zoti kur t'jep shumë edhe të kërkon shumë. Edhe
ajo që kam bërë personalisht, domethënë, dhe që jap dëshmi për këtë, që gëzimi më i madh tani dhe shpirti i fuqishëm që ndjet është kur unë ndihmoj të tjerë. Edhe kjo ka qenë megjithmonë për mua eksperiencë e veçantë, kur kam shërbyer, kur kam qenë i gatshëm të shkoj dhe të ndihmoj të tjerë. Siç thash, një nga gjërat që kam bërë gjatë gjithë jetës time si antar kishe, kur më kanë marrë misionarët në telefon, asnjëherë nuk i kam thënë jo, nuk vi apo s'kam kohë për t'u ndihmuar, për të bërë një ndarje. Kjo e para. Mësuesit e shtëpisë i kam bërë gjithmonë rregullisht, pavarësisht një periudhe që kemi pasur Durrës, kishim ca probleme me organizimin, por gjithmonë kam shkuar dhe gjithmonë e kam bërë atë me zell dhe me dëshirë, sepse e di që po ndihmoj vëllezërit dhe motrat e mi për të cilët Zoti më ka ngarkuar. Dhe ajo që më vjen në mendje tash është sepse shkrimi e ndam aty ke shkolla e dielës para një javë, 2 javë më duket, thoshte që kjo njohuri do të jetë edhe në qiell që kemi këtu, pra me njëri tjetrin. Kjo nuk është se do të shkojmë atje në qiell, do rrim me antarët që kanë jetuar në Amerikë apo kanë jetuar në Kinë apo diku tjetër. Pra, këta shenjtor, këta vëllezër dhe motrat tona që ne jetojmë bashku, së bashku, me këta do kemi edhe shoqërimin në qiell. Edhe kështu që prandaj Ungjilli thotë, ndihmoni njëri tjetrin, vizitoheni, bëheni, sepse me këta do të kemi edhe marrëdhëniet tona edhe në përjetësi. Kështu që kjo gjë duhet kuptuar dhe kjo gjë duhet bërë, duhet patjetër të ekzekutohet, themi, të admirohet, themi, të kuptohet drejt se çfarë Zoti don edhe çfarë Zoti kërkon që ne të bëjmë. Ai do pikërisht, ai e thot qartë në fakt ke shkrimet, po varet se sa i vëmë rëndësi. Ai thot, nëse ju e bëni njëri për këtyre fëmijëve të mi, pra shenjtorëve, ma keni bërë mua. Kështu që nëse e duam Perëndin, gjë e parë që duhet bëjmë, duhet i shërbejmë njëri tjetrit. Edhe ai e thot shumë qartë që lavdia ime është që të sjell pavdeksin dhe jetën e përjetshme të njeriu. Tash, duke qenë se e thot këtë, atëherë kush është lavdia e Perëndis? Është pikërisht pra njerëzit, janë njerëzit. Pra më shumë njerëz të mund të shkojnë në praninë e Perëndis, aq më shumë rritet lavdia e tij. Dhe kjo është shumë esenciale, shumë e vërtetë. Dhe kjo duhet kuptuar dhe duhet vazhduar ta operojnë, të veprojnë gjithë njerëzit, të gjithë motrat dhe vëllezërit janë të ngarkuar. Dhe duke qenë se këto gjëra më kanë formuar mua atë kuptimin e saktë, e kam të pamundur që t'i them Perëndis që kur kërkon të bëj një thirrje t'i them jo. Asnjëherë nuk i kam thënë jo. Dhe këtë gjë do ta bëj sa të jem në tokë. Po, duket shumë fuqishëm besimi që ti ke, dëshmia e fortë, dhe vullneti për të bërë punën e Perëndis, dhe e vërtetë të çmoj këtë fat mirë, e them sinqerisht, është një nga gjërat që ne kërkojmë që të bëjmë sa më mirë, sepse Zoti na kërkon që ne të jemi veprues të fjalës, domethënë jo thjesht folës. Dhe doja të ndaleshim në fakt për një situatë tjetër, sepse unë dua ta lidh edhe me parardhjen tënde, sepse ti na fole që duke u rritur në varfëri, ti mësove vlerën e gjërave të çmueshme pra në jetë. Si do ta shpjegoje ti ndoshta faktin që dikush thotë që arsye pse ata nuk janë aq besimtar ose të devotshëm ndaj Perëndis është për arsye të varfërisë, për arsye të gjëra ekonomike. Si do t'ja shpjegoje ti, ndoshta me fjalët e tua, që Ungjilli ka më shumë vlerë se sa gjërat fizike? Në fakt, mund ta thoja vetëm me një përgjigje që thotë shkrimi, po megjithatë do ta shpjegoj vetë. Shkrimi thotë që pasuria e vërtet është që të kesh jetën e përjetshme. Kështu që, por kjo nuk do kuptohet nëse nuk do të mundojmë ta shpjegojmë pak. Është e vërtet ajo, sepse shumë veta nga
duke qenë të varfër, mendojnë se nuk janë të bekuar nga Zoti apo gjëra të tilla. Por në fakt, po të shikosh historinë e shenjtorëve, ato kanë qenë dhe të pionerëve, kanë qenë të varfër. Madje shumë më të varfër se sa ne. Edhe kanë sakrifikuar jetën, edhe kanë vdekur për shkak të besimit të tyre. Tashi çfarë krahasimi kemi ne me ata? Ne jemi shumë më mirë se ata. Ne kemi ushqim, ne kemi veshje, ne kemi shtëpi, jetojmë në paqe, kur ata në të njëjtën kohë persekutoheshin, vriteshin, sapo ndërtonin një shtëpi, duhet ta braktisnin sepse duhet të iknin nga aty në një qytet tjetër. Pra vdisin fëmijët, vdisin rrugës, edhe vetë kam vdekur, domethënë. Kështu që nuk mendoj se është varfëria problemi i besimit. Mendoj se besimi është konvertimi, kthimi në besim. Domethënë, janë pikërisht fjalët e Almës që thotë: a keni patur një ndryshim në zemrën tuaj dhe a ndjeni kështu tani? Pra, nëse keni patur këtë ndryshim, a ndjejmë këtë ndryshim të zemrës apo jo tani në këtë kohë? Sepse ndodh që shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur, thot Zoti. Dhe të gjithë ata që janë të thirrur punojnë për ta ushqyer këtë besim. Pra siç flet pastaj Alma e shpjegon me atë farën që duhet u hitur, duhet kujdesur derisa të rritet të bëhet një pemë dhe të japi frut. Pra nuk mjafton vetëm të pakzohesh, të ndjesh atë frymën e shenjtë fillimet e para dhe pastaj mos punosh, mos studiosh shkrimet e shenjta, mos shërbesh, mos t'i mbash urdhrimet, mos të vish ditën e diel ose të vish në mënyrë sporadike. Të gjitha këto çfarë bëjnë? Bëjnë që ne të humbasim besimin e dur, ngelim të varfër sepse nuk paguajmë vjetën. Dhe detyrimisht nuk do kemi ushqim në shtëpi sepse zbekohemi, s'kemi mundësi të gjejmë punë. Shëndeti jon nuk do të jetë i mirë, se që Perëndia të gjitha atyre që janë besnik do t'i bekojë në mënyra të ndryshme. Pavarësisht se nuk mund të kesh pasuri, dhe edhe pasuria nuk është mëkat nëse Zoti dëshiron ta japi, se mund ta japi ose jo në një kohë kur ai pengon të vazhdon besimin. Kjo është vetëm të predikohet të munduarve dhe të varfërve. Dhe Ungjilli faktikisht i është predikuar të munduarve dhe të varfërve, si pionerëve në atë kohë në Amerikë, që ishin popullet më i varfër dhe njerëzit më të pashkolluar, njerëzit më të përulur, dhe sot ata kanë një trashëgimi e të cilët kanë një pasuri shumë të madhe në krahasim me kishat e tjera. Domethënë kisha jonë sot është një nga kishat më të pasura në glob, kështu që është bërë për shkak të dhjetave të anëtarëve besnik që kanë trashëguar pikërisht besimin e atyre pionerëve që vazhduan. Nëse nuk do të kemi ne mundësi për të qenë pasur, do jenë pasardhësit tonë, ata që do japin mundësi dhe fuqi dhe bekimet që do marrin ato për shkak të besimit tonë. Kështu që është një bekim që nuk mund të pretendojmë që ta marrim në momentin që ne kujtojmë ose duam ne ta marrim, por në kohën kur Zoti e shef të përshtatshëm. Po, shumë e drejtë kjo, Fatmir, sepse dihet që pasuria e vërtet është përjetësia, është Ungjilli i Jezu Krishtit, dhe ke folur shumë bukur, shumë saktë për këtë, edhe vërtet që Perëndia na pegon për gjëra që kanë më shumë vlerë se sa gjërat që janë të përkohshme. Kështu që vërtet faleminderit për këtë, sepse kjo është edhe qëllimi i pyetjes time, është fokusi të jetë gjërat që kanë vlerë dhe që zgjasim përgjithmonë se sa gjërat që janë të përkohshme. A gëzimi që vjen nga Perëndia nuk mundet të krahasohet me asnjë lloj gëzimi tjetër që mund të përfitohet nga rrethanat tokësore apo jetën tokë. Është shumë e vërtetë kjo. Doja të kalojmë në një temë tjetër tani për talentet që ty të ka bekuar Zoti. Na tregove pak që një nga talentet që ke është njohëria e gjuhëve tuaja dhe interpretimi i tyre, po a ka ndonjë gjë tjetër që Zoti ka bekuar Fatmirin me një talent? Po, patjetër, thash, kjo mënyra e mësimdhënies, për shembull, këtë e kam goxha të lehtë për ta shprehur dhe për të mësim.
mënyra e mësimdhënies më pëlqen shumë dhe më jep shumë gëzim. Gjithashtu më pëlqen shumë që të jap edhe biseda, edhe që antarët janë gjithmonë të kënaqur me bisedët e mia, por edhe ai sensi i humorit që kam në marrëdhënie me shoqërinë, me miq, mund të pyesni presidentin Juba, se me atë bëj shumë kështu gallat. Ndoshta ju hahet mohabeti si dursak që jeni. Edhe një pa diskutim. Unë mendoj që një gjë që ne marrim të mirëqen për talentet është që mendojmë thjesht që Zoti na e ka dhënë për shumë raste mësimdhënies që unë jam i mirë në mësim, ndonjëherë mendoj që shumë nga ne si antar i përgatisin ndonjëherë mësimet aty për aty apo edhe dëshmit. Unë mendoj që me talentet duhet të punojmë. Si ka qenë për ty të zhvilluar të talentet? Çfarë këshilla do t'i jepje ti të rinjve, po edhe antarëve, apo dhe të moshuarve që ata të punojnë me talentet që i ka bekuar Perëndia? Shiko, unë thash edhe një herë pak më parë, për çdo thirrje, unë gjithmonë jam lutur dhe kam agjëruar. Për shembull, për mësimdhënien, unë gjithmonë jam lutur dhe kam agjëruar dhe kam filluar ta përgatis mësimin me lutje përpara, me dëshirën për dhënë më të mirën, pra për të ndihmuar motën e vëllezërit, pra duke lutur edhe për klasën. Kështu që nuk mund të vinë gjërat kështu vetvetiu. Pra Zoti nuk na jep ne gjëra qyl, pa u përpjekur për ta marrë atë. Tashti unë kam goxha një uri të ungjillit për shkak sepse me vite duke qenë antar, nuk mjafton duke qenë 27-8 vjet që i kam unë antar, nuk mjafton që pa u studiuar shkrimet e shenjta dhe pa u thelluar në to të kem një njohuri. Pra unë mund të kem 30 vjet, po s'kam njohuri fare. Sepse Zoti nuk mi ka dhënë, sepse unë nuk kam kërkuar. Pra, Perëndia nuk na jep, dhe unë kam kuptuar këtë gjë, duke edhe studiuar edhe nga profetë ndryshëm, që nuk na jep diçka kur ne nuk i dim vlerë. Pra nuk e kuptojmë vlerë. Pra nuk mund t'japi diçka që ti se din se çfarë është ose s'di se çfarë të bësh me atë. Kështu që talentet vijnë kur ne kërkojmë, ngulm, studiojmë fort shkrimet e shenjta dhe lutemi për ato. Nuk vin, domethënë kështu pa bërë asgjë. Pra duke qëndruar kot, një talent pa bërë gjë nuk vjen. Është pamundur që të vi diçka pa punuar, pa e kërkuar atë gjë. Pa kaluar kohë duke studiuar dhe duke kërkuar për të. Është pamundur. Shumë vërtet, faleminderit, ke dhënë një këshill duke studiuar, duke u lutur, duke agjëruar. E di çfarë mendoja në fillim kur ti po tregoje për atë periudhën kur 2 vitet e para që ishe e njohur me kishën, edhe e kam ndjerë dhe njëtën time, sepse pak a shumë ka ndodhur e njëjta gjë, ishin fillimet kur isha pak zuar dhe isha studente koha kur lëviza dhe në Durrës, edhe gjithkohës e rrethuar me misionare, të ndihmoja me mësime dhe mbas disa kohësh kur dhe thanat ndryshuan, po thosha, po pse nuk e kam atë shpirtshmëri, edhe kam përshtypjen që të gjithë ne në rrugtimin tonë si antar kishe na ndodh kjo që themi që sikur të kthehesha akoma te ajo periudha e besimit, po që mendoj nuk është mirë që të themi po pse nuk jam më kështu, po duhet të fillojmë të veprojmë siç kemi vepruar atëherë duke u takuar me misionarë, duke studiuar pa i shumë, duke agjëruar dhe duke u lutur ai shumë, që mos jemi më në të shkuarën, po të jemi në të tashmen duke bërë gjërat që do Zoti. Kështu dhe një mësim shumë të mirë dhe faleminderit për këtë. S'ka gjë, jeni të mirë pritur. Okej, para se ne të bëjmë pyetjen e fundit, Fatmir, unë doja të pyesja në lidhje me familjen, sepse dihet që në kish Ungjilli i Jezu Krishtit bekon familjet dhe rritjen e fëmijëve sidomos. Çfarë do thoshje ka qenë ndoshta e rëndësishme për ty të rritësh fëmijët e tu në Ungjillin e Jezu Krishtit? Le të themi që ka qenë eksperienca më e vështirë, por edhe ajo ndjenja ime e detyrës për të mësuar fëmijët e mi Ungjillin. Edhe e dija që kjo ishte pjesa më e vështirë me kohë,
por e dije që këtë gjë duhet ta bëja patjetër. I kam marrë fëmijët e mi që të vegjël, i kam dhënë bekim patriarkal, edhe janë rritur në kish gjatë gjithë kohës, deri në atë moshën kur pastaj janë pagzuar, edhe kanë vazhduar atë qëndrimin e kish. Pastaj momentin e vështirë ka qenë atë momenti i adoleshencës, që tashti rej i dyti, djali i dytë nuk është akoma aktiv, por ka vazhduar me Ronin, djalin e parë, që ai ka vazhduar bëri misionin, edhe tani është në BJU, është duke studiuar atje, dhe vazhdon dhe të jetë akoma në besim dhe të bënte një mision shumë frymëzues dhe mori një dëshmi shumë fuqishme për punën dhe gjatë misionit të tij që ai shërbeu, dhe ajo e ka ndihmuar shumë në jetë pastaj edhe më pas. Dhe kjo për mua gëzimi më i madh që ka qenë, sepse është e vështirë për një prind, edhe pse ka një uri të ungjillit edhe besim dhe dëshmi, që të mund t'ia transmetoj fëmijëve, sepse të shohin ato gabimet e tua dhe të paragjykojnë në këtë gjë. Dhe shpesh herë me fëmijët e mi thonin, nuk është se ishin kaq të zellshëm për të më besuar në gjërat që i thoja shpesh herë. Dhe ajo gjë që më ka bërë dhe më ka dhënë shumë gëzim, ka qenë momenti kur djali Roni ishte në mision, mbas një viti që kishte në mision, ai më tha diçka shumë presim, që më ka dhënë gëzim shumë dhe jam shumë i njohës për të. Ai tha, bab, unë tha përpara fjalët që ti më thoje, tha nuk i kuptoja. Tani unë i kuptoj. Edhe unë fluturova nga gëzim. Dhe ai tashmë kishte kuptuar dhe ishte kthyer në besim dhe kishte marrë një dëshmi. Edhe kjo është e rëndësishme. Kur njerëzit, antarët, marrin një dëshmi, atëherë ata ecin vetë, nuk kanë nevojë më për të qëndruar në kokë për të treguar se çfarë duhet bëjnë. Ashtu siç Jozefi u përgjigj atij guvernatorit të një shteti tjetër që e pyet Jozefin si ka mundësi që në komunitetin tënd nuk ka probleme, që është dy fishi më i madh se imi, ndërsa unë kam probleme. Dhe ai tha, unë i kam mësuar urdhërimet dhe ata vetë qeverisen vetë. Dhe kjo është ndryshimi dhe kthimi besim. Kur dikush merr një dëshmi, ai udhëheq veten e tij. S'ka nevojë më të akuzojë dhe të fajsojë udhëheqësit, por ai ecën drejt, ai mban urdhërimet dhe vazhdon dhe përparon. Shumë e vërtet kjo që the. Po unë mendoj, kur teksa ti po flisje, po mendoja për Alma i riu që erdhi një moment që u kthye kundër kishës, po kur ai u rikthye prap, që dhe Zoti pastaj e thret si profet, ai i kujtohet që ju kujtuan fjalët e babait tij, kështu që ajo që mund të bëjmë me fëmijët është ti mbjellim farën, po sigurisht mund të ketë momente që ato shkëputen, por fara është mbjell, të puna, detyra që Perëndia na ka dhënë është e bërë, pastaj është mbetet zgjedhja e lirë, rrethanat, do të thënë plani i Perëndisë të gjitha këto nuk janë në dorën tonë, kështu besoj ti e ke mbjell farën edhe kjo mjafton. Okej, kemi ardhur në fund bisedës, unë do të bëj një pyetjen e fundit, që është ajo thelbi i podcastit ton. Do doja të dija Fatmir se çfarë do të thotë për ty që ti jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme. E kanë ndarë dhe herë të tjera, ti je një shenjtor i ditëve të mëvonshme, është privilegji më i madh që ne kemi si njerëz këtu në tokë. Jo shumë veta e kanë. Në botë janë 7 miliardë veta, edhe antarë jemi mbi ke 17 milion edhe në gjithë botën. Kështu që të jesh kjo kripa e botës në këtë kohë, në ditë e fundit në këtë kohë liksie le themi në botë, dhe në këtë kohë që njerëzit nuk dinë se ku ta gjejnë paqen, është një është e pamundur që mos t'jesh krenar për Perëndin, është e pamundur që mos t'jesh mirënjohës për dashurinë e tij që ka për mua, po për ne të gjithë si antar kishe. Edhe të kesh dritën e zëvërtetës, edhe të jetosh me frymën e shenjtë sot, është bekimi më i madh që mund të ketë një njeri sot në tokë.
Dhe kjo gjë është sepse vetë Perëndia e thekson atë. Ju jeni kripa e botës, ju jeni drita e botës. Ju jeni miqtë e mi. Kështu që nuk ka bekim më të madh se kaq kur e dëgjon këtë nga vetë Perëndia. Edhe mendoj që nuk ka bekim më të madh se ti jesh antar i kishës së Jezu Krisht Shëntorëve ditë më vonë, në këto ditë. Shumë faleminderit, nuk mund ta mbyllim më mirë se kaq. Jam shumë mirënjohëse që ishe këtu. Faleminderit që na ndihmove të rriteshim shpirtërisht na dhe nga dëshmia jote. Besoj se do kënaqen dhe ata që do ta dëgjojnë. Unë jam mirënjohëse që të njoh personalisht, po mendoja për kohën kur kam qenë studente dhe kam jetuar në Durrës, ke qenë nga ata njerëzit gjithmonë dashur, gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar dhe për të dhënë nga dashuria dhe mirësjellja, kështu që e vlerësoj shumë edhe këtë pjesë, po jam i sigurt që këtë e bën me çdo person që njeh dhe do që ta ndihmosh. Faleminderit për shembullin që ti ke. Faleminderit juve për mundësinë që më dhatë. Edhe kjo ishte një pjesë, po kam gjëra sa duash për të ndarë edhe herë tjera privatisht, jeni të mirë pritur. Tjetër do thoshe që ishte kënaqësi që të dëgjonim nga historia jote dhe nëse mund të kishim më shumë kohë, do të kishin shumë dëshirë të dëgjonim më shumë. Por ajo që unë vërtet që mësova për sot nga historia juaj është pasuria vërtet që ju keni zbuluar, që nuk është pasuria e botës, por është pasuria shpirtërore, pasuria e përjetësisë. Edhe kjo është një gjë shumë e bukur, shumë e vlefshme për mua personalisht. Dhe mendoj që ju jeni vërtet një shembull për shenjtorët e Shqipërisë, për shenjtorët ndoshta edhe në Itali, atje ku ti ke filluar fillimet e besimit tuaj, por edhe të familjes edhe fëmijëve tuaj. Edhe shpresoj që të vazhdoni kështu dhe të mbani fort atë dritën që ju keni të ungjillit në jetën tuaj. Faleminderit Fatmir. Faleminderit edhe juve. Mirë, ne falenderojmë edhe një herë të ftuarin ton Fatmir Paja dhe ju miq të dashur që ndoqë këtë episod 68 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën ton për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Mos harroni që na bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it, të na ndiqni gjitha episodet që ne publikojmë. Nëse ju doni të merrni pjesë në këtë podcast ose njihni dikë që do të marrë pjesë, ju lutem na kontaktoni në rrjetet tona sociale, por edhe në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirë takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim.